Atëherë të dashur, rikthyem studio për, siç thash, të diskutojmë mbi fotografinë, jo thjesht fotografinë si art, por fotografinë mes ndihmës artit dhe realitetit, këtij realitetit të ri ndoshta që jetojmë sot, që pak a shumë po ndikon në çdo gjë dhe patjetër që ka ndikuar dhe fotografinë. Për të diskutuar mbi këto, kam të ftuar fotografin e mirënjohur Romir Imamin, shumë kënaqësi që të kam sot në emision, Romir. Faleminderit për ftesën, Artemisa. Të Romir, vite me fotografinë, si e shohim fotografinë dhe ndërlidhjen njerëzore, marrëdhënien mes njerëzve dhe fotografisë? Kam përshtypjen që kohëve të fundit gjithë shoqëria ka marrë atë kahjen e digitalizimit edhe ndarjes ose largimit prej kontakteve ndërnjerëzore dhe fotografia, sipas mendimit tim, mund të luajë një rol shumë të rëndësishëm në rikthimin e asaj njerëzores në botën digjitale. Sidomos fotografia autentike, fotografia e cila personin në atë botë digjitale përpiqet ta paraqet në mënyrë sa më adekuate dhe autentike. Kisha mund ta konkretizoj këtë thjesht me eksperiencën time me klientë të ndryshëm të cilët kanë prezencë me bizneset e tyre, në botën digjitale, kanë vefaqet e tyre, kanë përshkrimet e shërbimeve që i ofrojnë, e në secilën në atë farë arhitekturë të asaj vefaqe qëndron një pjesë mbi personin ose mbi timin i cili e udhëheq ose i ofron ato shërbime. Është një dhënë interesante që e vërej shpesh edhe me vefaqen time, për krah faktit që njerëzit vinë, e shohin produktet, çka kishin dashur të bëjnë sen, është një rrugtim i pa evitueshëm që të vinë edhe te pjesa e kush është Romir Imami. Me idenë që të njihen, të krijohet ai kontakti ndërnjerëzor. Të jenë në botë digjitale, ke produkte të cilat ngadonjëherë janë të natyrës digjitale, ke produkte të cilat nuk janë të asaj natyre, njeriu edhe në atë domen përpiqet ta gjenë njeriu. Edhe para se ta blen produktin, ata sikur duan të njihen kush është ky njeri me të cilin bashkëpunoj, me të cilin... Vendosja fotografive, qoftë në web faqe, në bizneset të ndryshme, në katalogje dhe në përgjithësi, ndihmon apo jo që të bëhet gjithçka më faktike dhe më reale, po ashtu, diçka më e kapshme dhe më e afërme te ajo çka edhe neve e synojmë si njerëz, atë humanen te njeriu. Të shofish ti çfarë ke nevojë, domethënë vefaqet që ngjitet të asaj natyre që zgjedhin probleme. Mirë, po para se të zgjidhet problemi, ai person don të dinë me ken ka punë, me cilin njeri ka punë. Edhe për aty mendoj që fotografia autentike e portretit mund të ndihmon në krijimin e kësaj lidhshmërisë humane, njerëzore, mes individit në njërën anë të rjetit edhe personit ose biznesit në anën tjetër. Shumë vite me portrete, njihesh domethënë për këtë art, për këtë specializim, gjithsesi sa njohim anën tënde, të themi të ndihmës përmes fotografisë. Apo fotografisë si mjet ndoshta për të ndihmuar apo thjesht për të prezantuar më mirë ca persona. Nëse shifet vetëm pjesa e materialeve të cilat në shumë të në rasteve publikohet, qoftë në rrjetet sociale, qoftë në vefaqen time, janë kryesisht projekte me njerëz edhe me projekte të cilët nuk e kanë problem publikimin, ose janë projekte njerëz të cilët nuk e kanë problem të jenë pjesë e jetës publike. Nga ana tjetër, ndoshta pjesa dërmuese, 70-80% e punës të cilën e bëj, për fat të keq ose ndoshta fat të mirë nuk publikohet, sepse ka të bën me fondacione, ka të bën me të drejtat e të dhënave personale të personave të cilët fotografoj, po ka të bën kryesisht me fondacione të cilët ju ndihmojnë njerëzve të cilët kanë sfida, vështirësi shëndetësore të reintegrohen në tregun e punës, edhe si pjesë e atij paketit reintegrimit të tyre profesional është edhe një fotosesion të cilin e bëjnë së bashku me mua, me idenë që përfundimisht ata të munden të jenë më konkurrent në tregun e punës. Do të thënë bëhet fjalë kryesisht për njerëz të cilët kanë pas karrierë ndoshta edhe të jashtëzakonshme,
mirë po ka deri te ndonjë moment thyerje, burnouti që është temë mjaft aktuale ditëve të sodit, edhe vendosin të përfundojnë karrierën e tyre si drejtor të departamenteve të finansave, të themi kushtimisht, ose të firmave me shumë punëtor, edhe të riorientojnë për shembull në kuzhinier. Edhe këto fondacione faktikisht ju ndihmojnë këtyre njerëzve përmes reintegrimit në tregun e punës t'u akthejnë pak edhe dinjitetin. Në atë farë mozaik të shërbimeve që ata ofrojnë është edhe realizimi një portreti, një portreti kisha thënë të dinjitetshëm më tepër se sa ndonjë portreti të bukur. Kur thua të dinjitetshëm, si e shpjegojmë? Çfarë mundohesh ti të kapësh tek këta njerëz? Nëse kisha mund të shprehem me gjuhën e fotografisë, përpjekja ime në këto projekte, në punën me këta njerëz është të mundem t'i paraqes ata në një dritë më të mirë. Ata janë me një pozitë, në një fazë të jetës së tyre, në një sfidë, ku shpeshherë kanë një vetbesim ose një relacion me vetveten që është pak në disfavor të tyre, edhe përmes këtyre projekteve atyre u ndihmohet që t'ju kthehet dinjiteti, t'ju ndihmohet reintegrimi i tyre në botën profesionale në mënyrë të dinjitetshme, edhe roli im sado i vogël ose i madh në gjithatë është të mundem ata njerëz t'i paraqes natyrisht në një dritë më të mirë, në një dritë më pozitive, në një dritë më të dinjitetshme. Si është energjia gjatë këtyre sesioneve? Dua di pak ndoshta mbi përshtypjet edhe thjesht energjinë e tyre para sesionit, po edhe pas. Se thua që luan rol dhe vetbesimi, apo jo? Në të shumtën e rasteve është e atill që puna me portretin është ngadonjëherë është konfrontim, ngadonjëherë është vallëzim me personin të cilin e fotografon. Çdo person është storje në veti. Domethënë nuk mund të them mund të generalizoj, por nuk mund të them që secili person është produkt të cilin ti e fotografon edhe përdorën dritën e njëjtë ashtu me radhë. Specifike këtyre fotosesioneve është që aty vinë njerëz të cilët, si përmenda, e kanë atë vështirësinë e vetbesimit, edhe procesin e fotografimit e shohin edhe si ngarkesë, edhe ngadonjëherë të thonë e para nuk jam ose i bukur për fotografi, nuk jam fotogjenik ose fotogjenike, e urrej fotografin, deri në atë përmasa që ngadonjëherë thonë jo vetëm fotografin, po e urrej edhe vetveten. Deri në asi. Procesi është zakonisht rreth 20 deri në 30 minuta, me momentin e ardhjes, shënimit të emrit, të dhënat, pak a shumë historikun e tyre të njëjtit, edhe natyrisht shumë të në rasteve është që shkoj me instalimin e studios të fondacioni, e të them të drejtën, nuk është edhe gjë e lehtë, si fotograf ndoshta e ke pak më lehtë, mirë po të gjendesh sikur edhe unë tash që jam këtu në gjithë këto drita, kamera ashtu me radhë, është pak siklet. Edhe për këta njerëz është edhe mund ta paramendoj që edhe për ata është një siklet i vogël që të dalin para këtyre dritave edhe të duhet të fotografohen. Edhe është një gjë e bukur në gjithë atë proces, nuk them se të gjitha janë të suksesshme, po është një gjë e bukur që kur të mbaron fotografimi, kërkoj prej pjesëmarrësve që t'i shohim së bashku fotografitë. Edhe vinë ata shumë të raste thonë, ti e ai, bën e përzgjedhjen, mua nuk më intereson se, për mua, natyrisht unë mund ta bëj atë, mirë po për mua është të jetë një proces i bashkëpunimit mes meje dhe personit që e fotografoj, që bashkë të zgjedhim, zakonisht 2 fotografi janë të cilat i zgjedhim, edhe është interesant ai emocioni ose ajo reagimi i tyre kur e shohin vetveten se tash në një dritë tjetër, në një dritë më të bukur, e thonë, po, s'qen kam edhe aq keq. Në dritë që ndoshta s'e kanë menduar. Nuk e kanë menduar edhe e shohin vetveten, edhe ajo është faktikisht qëllimi im, se unë përndryshe teknikisht kisha mund të bëj përzgjedhje neutrale, në cilin drejtim janë të fokusuar, çka do të ishte përshtat më tepër në atë domenë të punës, mirë po pjesëmarrja e tyre në përzgjedhjen e fotografisë ndihmon atyre që atë dignitet paksa të humbur ta rikthejnë në jetën e tyre dhe kur dalin prej studios dalin me atë vetbesim ndoshta 2% ose 3% më të mirë mbi vetveten se sa para se të hyjnë, për mua është natyrisht
një satisfakcion shtes për punën të cilën e bëj edhe i jep një kuptim për te asaj përmbushjes vetëm financiare të shërbimit që ofroj, po është një injekcion, një motivim edhe për mua si fotograf kur shoh që ata dalin me një buzëqeshje, me një qëndrim pak më pozitiv prej studios. Duhet të them nuk është gjithnjë ashtu, domethënë ka edhe raste ku nuk funksionon, por në të shumtën e rasteve kjo është skenario ose rrjedha e këtyre fotografime. Domethënë definitivisht fotografia luan rol në emocione, në vetbesim, në shumë aspekte tek ne si njerëz. Fotografia, sidomos e portretit në këtë rast ku luan rol të rëndësishëm në vendosjen e një fytyre mbas një emri. Të luan rol në krijimin, krijimin e këtij dimensionit ndërnjerëzor që neve sado që të jemi të digitalizuar, megjithatë kemi nevojë për atë njerëzoren, për atë humanen ta shohim edhe në botën digjitale, e cila atë nuk e favorizon atë shumë. Domethënë ashtu është natyra e botës digjitale që ti je në njërin pjesë të ekranit, personi tjetër është në pjesë, se në tjetër edhe fotografia më duket kur qëndron pranë një emrit ja jep njerëzoren atij personit. Me që jemi tek bota digitalizimit, fotografia, vetbesimi, gjitha këto, si qëndron ky art në këtë realitet të ri? Flasim për inteligjencën artificiale, për ndikime të shumta, për këto editime të shumta dhe të rënda që i bën fotografi. Sa reale qëndron fotografia si art në ditët e sotit? Padyshim që e ka marrë sikur në kohën kur është paraqitur edhe kamera digjitale dhe ndikimin që e ka pas në krahasim me kamerën e filmit, ka pas trende, ka pas tendenca të ndryshme, edhe paraqitja e kaq intenzive, të themi, edhe kaq e formuluar e inteligjencës artificiale, sidomos në domenin e fotografisë, çka mua konkretisht më pengon është që krijon një realitet fake, një realitet jo real të asaj se kush jemi. Edhe njëni prej principeve të punës të cilën e bëj edhe zakonisht është a do t'i marrësh mandi, do t'i rregullosh, do t'i editojsh sen. Po, natyrisht është pjesë e procesit postprodukcioni, është pjesë e procesit të punës së fotografisë. Mirë po, ka bariera etike të asaj se deri ku mund të shkojsh. Në rastin tim konkret për punën me këto fondacione, duhet të mbeten autenticiteti i fotografisë, ai person do të shkon në intervistë. Edhe ideja është që ai intervistuesi të mund ta njeh, jo të thotë kush është ky. Bile shkon edhe aq larg ngadonjëherë sa mbajtja ose mos mbajtja e syzave luan rol të rëndësishëm, e ku ma ti të shkojsh të vendosh stresa të ndryshme të ashtu sa që mos bëhesh ti i njohshëm as për vetën e aq më pak edhe për personave që të intervistojnë. Është një hype, është një pjesë e përditshmërisë tonë, të cilën nuk isha dashur edhe ta demonizojnë atë kuptimin të jap vetëm etiketim negativ, unë përfitoj shumë nga aspekti i inteligjencës artificiale, sidomos në procesin e përshpejtimit të punës administrative time si fotograf. Kam përfituar shumë, domethënë nuk mundem të mirë, po megjithatë mbeten edhe si detyre jona profesionale ti përmbahemi një farë lloj kodi etik të asaj se sa larg mund të shkojmë. Ende është sferë e re, ende ka nevojë për rregullime ligjore të këtyre aspekteve, megjithatë njerëzit në fund duan t'i kthejnë autentikës. Përsëri jemi ende aq të mprehtë në shikimin tonë, sa që shumë shpejt mund të dallojmë nëse një fotografi paraqet Romirin ose paraqet një verzion artificial të Romirit, edhe unë mendoj që bën më tepër dëm nëse ti e përdor një fotografi të tej stilizuar me inteligjencë artificiale në faqen tënde ose sen, se krijon një distancë edhe më të madhe prej personave të thotë, "Ok, ky nëse është i gatshëm të bën këtë manipulim,
a thua çfarë do të bëhet me punën, ashtu që mendoj se është kontraproduktive të shkohet me hiperstilizim të fytyrave të gjëra, sa që bësh edhe i panjohur. Për aspekte artistike nuk është problem, domethënë ti është një shprehje artistike, përdoret inteligjenca artificiale, aty e çmoj atë si domen, mirë, po kur vjen puna për paraqitjen autentike, kam përshtypjen se krijon më tepër dëm krijimi i një realiteti të rreshëm, se ai person dikur spaku në domenin tim do të më takon. Edhe nëse ajo nuk përputhet me atë çka kanë lexuar ose kanë parë, vetëm ma dëmton kredibilitetin tim. Po ku e vren këtë dëshirën e njerëzve për të qëndruar më pranë autentikës? Sepse jetojmë pak a shumë në një botë që ka tashmë laroni të ndryshme, shohim për ditë në serviren foto, video të ndryshme, qoftë me inteligjencë artificiale, qoftë nga vetë fotografët profesionistë, apo dhe njerëzit të thjeshtë, shumë filtera, editime, çdo gjë tjetër, ca nga ta mbajnë përgjegjësi, ca dhe jo, ca i përmban këtyre barrierave morale dhe etike që thua, ca dhe jo. Ti si e vren si fotograf? Nëse mund të jetë një indikator, kërkesa për të bërë fotografi me film, është rritë. Spaku të klientët të cilët dojnë të rikthehen fotografisë klasike, janë shumë më të gatshëm të bëjnë fotografi me aparate analoge, me zhvillimin e filmit edhe sikur për ta është një farë lloj rikthimi të autenticitetit, nëse qëndrojnë te filmi, ka gjasa më të mëdhaja të mbajnë. Ajo mund të jetë një indikator i asaj spaku në domenin tim që njerëzit duan të rikthehen atij autenticiteti, duan të kenë fytyrën reale para, sidomos në bizniset e vogla dhe të mesme, fytyrën reale para klientëve të cilët ju shërbejnë. Edhe shumë autentike është i të paraqesish, të themi, një kompani që bën instalimin e ujrave me njerëz autentik që i ke aty me të vërtet, me teshat duke punuar, sesa të nxjerrish një tre bodybuildera të veshur të rregulluar, model të cilët nuk korrespondojnë ndoshta edhe me pamjen e punëtorëve tu, edhe ta shesish atë sikur autenticiteti ka afatgjatësi më të madhe se sa aspekti artificial. E kemi një foto që do ndaj me shikuesit, apo jo, dhe do e komentojmë pak, nëse mund të regjijat në shfaqjet e këtu në studio. Po, është do të thënë foto e cila është realizuar, nëse nuk gaboj, vitin e kaluar. Para se ta shpjegoj, do të thënë, domeni im kryesor është në fotot e biznesit. Fotot të cilat ju ndihmojnë njerëzve të arrijnë ti rrisin shansat në tregun e punës, ta prezentojnë biznesin e tyre më mirë. E këto janë faktikisht pjesë një serie të fotografive që është bë gjatë panairit të librit në një kështjell në afërsi të Neuchâtelit, organizuar nga një mik im i afërt i Liri. Edhe si pjesë e panairit ishte edhe u ofronim shkrimtarve të bëjnë fotosesion. Edhe skenën e kishim rregulluar ashtu, e kanë maqinën e shkruajtë, edhe nëse nuk gaboj, shkrimtarja e ka emrin Dunja Mirales, edhe ajo mori pjesë në panairin aty. Edhe pse e përzgjodha këtë fotografi është sepse ma kujton atë verbrimin që neve e hasim si artist në gjatë procesit të krijimit, do më thënë, gjatë procesit të punës të cilën e bëjmë, edhe kjo e manifestoj në këtë mënyrë, që këtë edhe gjatë shkrimit ajo ishte e verbruar prej punës të cilën e bën, edhe për mua ishte shumë një mënyrë interesante për ta ilustruar pak a shumë atë verbrimin që shpesh artistët e hasin gjatë prodhimit, gjatë punës së tyre së përditshme, qoftë në letër, qoftë si shkrimtar, qoftë si fotograf. Unë nga ndonjëherë shpesh them edhe që prej fotografisë, do shta prej dritës me të cilët janë përpjek t'i paraqes njerëzit tjerë në dritë më të mirë, janë verbruar vetë.
jo fizikisht, për fat të mirë, jo ende fizikisht, po metaforikisht e jam verbruar, edhe kjo ishte një rast interesant ta marr këtë shkrimtaren e ta fotografojmë në këtë mënyrë, që është edhe shumë interesante. Ajo nuk e përzgjodhi këtë fotografi, se ata mund t'i përzgjedhin 1 deri 2 fotografi, mirë po unë e mora lejen tash, a është në rregull nëse unë e marr këtë edhe e fus në portfolion time. Kjo nuk ishte fotografia saj e preferuar, ishte e imja. Edhe përzgjedhja e ngjyrave pse, apo që të fokusohemi më shumë tek përzgjedhja e ngjyrave, marrëveshja me organizatorët ishte që të shkohet pak në atë dukjen pak më analoge, të shkohet me bardhëzi, shkrimtarët të jenë, domethënë të fokusitet kryesisht te shkrimtari, domethënë mos të dominojnë ngjyrat. Ndonjëherë kam përshtypjen që ngjyrat edhe të defokusojnë prej personalitetit, e këtu përpoqem që gjithë ata shkrimtarë që i kemi fotografuar, i fotografojmë në këtë mënyrë bardhëzi, të mund të fotografojnë që mos të ketë distraksione të tjera, edhe pse edhe maqina e shtypit, edhe librat kanë pas nuansat pak a shumë të njëjta si ashtu, mirë po me heqjen e ngjyrës disi fokusi përqendrohet më tepër te vetë subjektin të cilin e fotografojmë. Po ti për vetëm e që e përmende, ku e shef ndoshta sa do pak që edhe ty arti ose procesi krijues po të verbon ose të ka verbuar si fotograf? Se fillon verbrohesh në kuptimin e verbrohesh për botën eksterne, mirë po krijon një farë vizioni për do gjëra të cilët tjerët nuk e shohin. Domethënë është një frekuencë tjetër se si artist fillon ti shofish gjërat, edhe ajo mua shpesh më ndodhen kur e vendoj syrin te aparati, te kjo vrimë e vogël këtu, për mua krijohet një botë tjetër të cilën ndoshta jo çdo kush e ka atë fat ta shef. Nuk shoh gjëra tjera të panevojshme, por shoh gjëra tjera të cilat japin kuptim tjetër edhe fotografisë time dhe punës time si fotograf. Fati ndoshta për t'i parë këto, ose sadopak këto pikpamje, këto qasje të njëjta, do kenë edhe studentët të Universitetit të Tetovës të Intern, apo jo në një workshop nga ty? Po, në bashkëpunim me Universitetin e Tetovës, në Fakultetin e Arteve, ditën e enjte, në ora 15 do të ketë një punëtorim mbi bazat e fotografisë së portretit, e titulluam Një dritë, shumë dritë të shkrime. Edhe ideja do t'jetë që jo vetëm ata studentë, domethënë ftesa është e hapur edhe për të tjerë të cilët kanë pasion ndaj fotografisë së portretit, besoj se do të ketë hapësirë të mjaftueshme ti merr, të bëjmë një rrugtim timin, pak a shumë rrugtimin tim në procesin e fotografisë, edhe këshillime të vogla se si munden të arrijnë dritë shkrime të ndryshme me një dritë. Që pak a shumë çfarë na thot ky titull? Titullin unë backgroundin e kam pjesërisht edhe në filologji, edhe gjithnjë tentoj ti referohem fotografisë më tepër si dritë shkrim se sa si fotografi, sepse i jep një dimension krejt tjetër procesit të fotografisë. Tash nuk do ta zbuloj para se edhe në ligjërata që i mbaj zakonisht kësa i referojmë është pjesë e ligjeratës, që neve në ato workshope nuk mësojmë mbi fotografin, neve mësojmë si të shkruajmë me dritë. Edhe ideja është që ata njerëz, ata studentë të mund të inspirohen pak qoftë nga eksperienca, suksese, dështimet e mia gjatë këtij rrugtimi si fotograf. Është e rëndësishme që të shohin gjithçka që mban rrugtimi, jo vetëm sukseset, po edhe dështimet. Natyrisht, po. Unë ngatëherë mendoj që edhe dështimet janë më të rëndësishme në rrugtimin tim se sa sukseset. Dështimet kanë qenë në fakt ato të cilat më kanë, e ndoshta t'i ndaj ato dështime me studentët e artit që mos të dëshpërohen, se ka tendencë të madhe që dëshpërohen për shkaqe të ndryshme shoqërore, mënyrën se si vlerësohet ose nuk vlerësohet fotografia, mirë po kur a jep si recept, kur a jep si instrukcion
ti e ke mundësinë të shkruash me dritë, qasja ndaj fotografisë disi për mua ndryshon. Mënyra se si do ta shohësh fotografinë, si do ta përdorish si instrument të shprehjes artistike, edhe tashma me pasjen e aparateve është demokratizu deri në atë përmas sa që secili prej ne dhe qoftë edhe me telefonat celular mobil që janë, mund të arrijnë t'i aplikon ato njohurim mbi dritëshkrimin. Pra është i hapur për të gjithë. Besoj do kemi kryesisht studentë të arteve vizuele, po që është i hapur për të gjithë që duan të jenë pjesë e workshopit. Po, besoj se nuk do të ketë kundër Universitetit të Tovës me këtë, po mendoj se kam hapësirë të mjaftueshme për të gjithë, po si përmende do të jenë kryesisht studentët e artit figurativ, dizajni grafik edhe ashtu, me ku preken pak a shumë puna e fotografisë. Nuk është workshopi vetëm gjithsesi që po mban dhe do mbashkë mbajtur edhe në të kaluarën, tash së fundi besoj në Shkup dikur ishte afër, po ashtu edhe do mbash sa të rëndësishme janë këto workshope. Përpiqem që workshopet posa atyre që i organizoj me vetë iniciativë, ti koordinoj edhe me universitetet, sidomos me fakultetet e arteve, sepse kam përshtypjen se sikur nuk i jepet hapësirë mjaftueshme fotografisë në këto fakultete dhe të jepet një këndvështrim pak a shumë tjetër jetësor, pragmatik, praktik studentëve, të cilët ndoshta mund ta shohin të ardhmen e tyre në këtë. Ma tepër për mua e rëndësishme është në kuptimin e mbjelljes së dëshirës për të bërë fotografi. Kur mbillet ajo dëshirë, mjetet gjinden, nuk është problematik. Kur ta mbjellish dëshirën për të arritur diçka, mjetet gjinden. Edhe prandaj mendoj se do të vazhdoj të mbjelli këtë dëshirë për dritëshkrime. Unë uroj që të keni sa më shumë sukses, po ashtu ju dhe studentët, edhe të falenderoj shumë që gjete kohë dhe mundësi sot, Romir, t'jesh me ne, vërtet në si që të kisha në studio, dhe uroj që ritakohemi sërish për të tjera biseda. Si, faleminderit shumë edhe njërë për ftesën. Atyre të dashur, erdhe koha t'ju përshëndes unë edhe për sot, duke ju uruar një pasdite dhe po ashtu ditë të tjera sa më të këndshme njëri shihemi sërish të mërkurën në të njëjtën orë. Mirëmbëjtje.